Ne e dim që ai për i kohësh është tu tregu që është njëri ligë. Po pse është që ka që ligë, në mes kur nuk ishte ashti. Sepse është ky Faton Peci, që me 10 herë ka ardhur ka lyp ndihmë të unë për çështjet e caktuara. Me thonë, kur ai mendonte që LDK-ja po e diskriminon, nuk i jep hapësirë, ai ka ardhur te unë. Pra për t'i ndihmu. Ai e din me kënë ka qenë, s'po përmeni edhe emra tjerë. Andaj pse është bo me Albin Kurtin, ai nuk mund të bëhet Albin Kurti, sepse Albin Kurti ka vullën për krejt senet. Ai po del një kopje keqe e tij, madje edhe me ato fjalimet që i mbante aty. A po fitojmë! Pa baletar! Ka e nisë, Allah. Nuk mundesh mu bo Albin Kurti ti. As nuk i Albin Kurti, as nuk e përfaqëson vetëvendosin, ti përfaqëson një subjekt politik që nuk i as kryetar, pra janë bashkëkryetar, që nuk dihet kush është zoti i shtëpisë aty, vetëm pse ju kanë kacavir Albin Kurtit për shkak të fuqisë së tij politike që ka, dhe ndërkohë, nëse shohin që Albin Kurti po bjen, ky është i pari që ka me praktikë bashkë me Donikën edhe me krejt këtë strukturën tjetër të këtij subjekti politik. Për këtë arsye, kallëzim penal do t'i bëjmë Faton Pecit. Që tash po, unë jam dakord, edhe natyrisht duhet me bëu ato, me sa e di unë tash ligjërisht, domethënë vepra penale, potencialisht penale e Faton Pecit, nuk mund të llogaritet të tillë derisa nuk konsumohen kuptimin e dorëzimit të kallëzimit penal. E ka dorëzuar. Këto unë nuk e di, unë nuk e di që ka bëu postim. Jo, e ka dorëzuar kallëzim penal kundër filonit. Tash domethënë ato duhet me verifikuar dhe me hetu prokuroria dhe me armën e përfundim. Në momentin që nxjerrat përfundim prokuroria, pastaj ajo bëhet legjitime për me shtru nëse Faton Peci ka menduar që njerëzit që kanë postu statuse në Facebook e kanë ndikuar rezultatin, çfarë do qofshin ato statuse. Dhe të tillët ka dashur me i padit. Visari me nuk e ka asnjë status ditën e diel të zgjedhjeve. Jo për Mitrovicën, për kur gjë heq. Fortinati po më vjen që se kom pas një postim. Që me hiate. Se me pas dishat. Çka po don për mendimin tem, kjo jo disa probleme. E para është që dikush që vjen megjithatë nga një parti ose si kandidat i një partie që ka pushtetin në nivel qendror, është partia më e madhe, edhe po garan, fakti që kjo mendsi mendon që duhet me au cenu të drejtën e fjalës njerëzve për mosh problematike në vete. Ka të bëjmë me garë Mitrovicën. A diskutuam na këtu në një emision para prak, për kallëzime penal të Mimoza Kusari Lilës kundër meje. Sakt. Ku je nisti me atë kallëzim penal? Është e njëjta logjik. E dyta, pse duhet në Republikën e Kosovës njerëzit me u friksu me përkrahë një kandidat publik? Unë mendoj që kjo drejt duhet m'ju garantu secilit aty në që e përkrojnë Faton Pecin, le të dalin, le të thonë, dhe le të argumentojnë pse. Në atjerë që jemi kundër Faton Pecit ose për Arjan Tahirin, duhet me pas të drejtën me bo një gjatë